Vërtet. Dhe sidomos kur flasim për nanën, ajo nuk jeton më prej 10 vitesh edhe në ma shumë se 10 vite. Ma shumë se 18-19 vite. 18-19 vite edhe në... Që nga viti 2006, nga 2006. Që në herë diskutoje se përmend këtë. Dhe në fakt, për herë të parë, të paktën publikisht, nëse unë jam korrekt, kishit shkruar pas 10 vitesh një letër të goxhatën të ndjerë për të në rrjetet sociale. Po marë të drejtën ta përmend, veç ishte publike në rrjetin të në social. Tu deshtën ka shumë kohë për ta qitën pa, për ta ndame me të tjerës, se dhimbjen e madhen që kishe? Po, besoj që për shkak të lidhjes të fuqishme që kemi pas, po mendoj ka qenë thyse pa mundur me diskutu edhe më përmend shpesh dhe fatkesisht që ashtu vazhdon. Unë jam përfundim doktoratës në Universitetin e Zagrebit dhe studimi doktoratës në Universitetin e Zagrebit ja dedikoj asaj. Ja dedikon asaj. Jo e bindur që ajo ka qenë dhe është edhe sot krenare shumë e ty në këtë rrugtim të andin, të cilin ti nuk e ke ndërmend të ndalesh, unë po e shoh që është diçka që të emocionon edhe nuk dua që të të vëm më tepër në siklet, po ti sa për ta mbyll me këtë, i ke ngjanë më shumë asaj, ke më shumë elemente nga ajo, apo nga babi? Besoj që po. Më shumë nga nëna? Besoj që po. S'ke qenë kështu quni i nënës, a? Besoj që po. Nështë i madhe i pari, mja i parë pak. Gjithmonë është kjo afërsia me fëmijën e parë më tepër për nënën. Mirë, Adriatik, e thash që diçka që të është dashur 10 vite për ta nda dhe për ta thënë publikisht, sidomos mendoj që ju që vini nga bota e mjekësisë, disi ndoshta edhe për shkak të profesionit, i vini vetës shumë një mburoje dhe tentoni vazhdimisht që të mos jeni të prekshëm apo të thyeshëm emocionalisht, po përpos rasteve personale që është e pamundur mos me u ndiku. Çka ka gjëra të tjera që nuk lidhen me pacientët, por që ty të prekin fort? Pra, qoftë edhe nëse flasim për një situatë të ndodhur në botë, qoftë nëse shohim ndonjë film që të prek, pra në cilat segmente je më i